Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia Bashkiake kanë nisur këtë të mërkurë sërish aksionin për lirimin e hapësirave publike, një aksion i cili është përqendruar kryesisht në rrugën transballkanike në gjitha subjektet të cilat kanë të vendosur apo kanë zënë hapësirat publike me tenda apo pergolata të ndryshme. Sipas informacioneve të përcjella, deri në këtë moment janë prishur rreth 251 struktura, kryesisht në zonën e Lungomares, por edhe në zona të tjera të qytetit të Vlorës, ndërkohë që sipas evidentimeve janë edhe rreth 120 struktura të tjera të evidentuara nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia Bashkiake. Aksioni pritet të vijojë gjatë gjithë kësaj jave. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia Bashkiake Vlorës kanë vijuar këtë të mërkurë aksionin për lirimin e hapësirave publike. Aksioni është përqendruar aktualisht në zonën e rrugës transballkanike. Sipas informacioneve, deri më tani janë hequr 251 struktura të ndryshme që nga momenti kur nisi ky operacion, i cili fillimisht ushtrin në Lungomare, por dhe në zona të tjera të qytetit të Vlorës. Nga informacione zyrtare pranë Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vlorë, mësohet se janë evidentuar dhe rreth 120 struktura të tjera që kanë zënë hapësira publike në biznese të ndryshme përgjatë rrugës transballkanike, ndërsa pritet që aksioni nisur këtë të mërkurë të vijojë gjatë gjithë javës. Lirimi i hapësirave publike është cilësuar i domosdoshëm edhe nga qytetarët e Vlorës, të cilët kërkojnë që aksioni të shtrihet edhe në brendësi të lagjeve, ku ende ka problematika dhe ku lëvizja këmbësorëve është e vështirë. Sikur të ishe bërë një 30 vjetën para do ishe më mirë. Na i zonë s'lëviz dot. Ne jemi dhe moshatare, vim puna, s'kalojmë dot. Ja dhe këto vjetë e bardha kanë bërë ekurat aty dhe nami, ja shikohe, zëre kja ati i kanë zënë me vetura vjetë e bardha. Llogaritë. Po këto hapësirat që zënë trotuaret, duhet hiqen mes se s'bën? Të ishin hequr që më para do ishe mirë që na bearit. Po i lanë që të pinin njerëzit, ata që vinin për të fituar para më shumë. Është normale. Duhem bërë. Duhet bërë, se s'bën. E para jo këtu, po do futu në përlagje bënda. Bëvajt në përlagje. Ju e keni të vështirë të kaloni? O, ka shumë të vështirë, të kaloj për para të jasime, e para. Vete të policia e lagjes, një përmin e bashkisë mua. Ja e para. Është rëmoj atje ku të në prishu se janë prishu.